Në vijim të punës për goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje, shërbimet e Komisariatit të Policisë Mirdit, bazuar në informacione të siguruara në rrugë operative, se një shtetase qarkullon të armatosur, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar kryqëzimi. Si rezultat i këtij operacioni, në afërsi të kryqëzimit të Kthellës, në drejtim të hyrjes së qytetit të Rreshenit, shërbimet e policisë konstatuan dhe ndaluan për kontroll një automjet tip Golf, në të cilën dyshohej se udhëtonte shtetësia armatosur. Gjatë kontrollit të automjetit, policia gjeti dhe siguroi në cilësinë e provës materiale një armëzjarri pistolet me krehër dhe municion luftarak, ndërsa në përfundim të veprimeve procedurale u arrestua në flagrancë shtetësia Jetmira Abiba, 35 vjeçe, banuese në Rreshen Mirdit, për veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë për veprime të mëtejshme ligjore.